që Kurani ta luajë rolin e tij. Nuk duhet që raporti ynë me të jetë i ftohur, të jetë raport formal, të jetë raport pasiv. Madje edhe leximi i Kuranit nuk duhet të jetë pasiv. Ka lexime që janë pasive. Leximi i germave të Kuranit është, do ta quajë lexim pasiv, nga se nuk arrin njeriu që ti meditoj kuptimet e tij, ti zbërthej mësimet e tij dhe përpasoj privohet nga të mirat të shumta. Prandaj Allahu xhallahu ala na ka kujtuar në Kur'an se leximi i vërtet, ai që reflekton tek besimtari, është leximi i kuptimeve të Kur'anit, duke qenë i vëmendshëm, duke u fokusuar në këto mësime. Ka thënë Allahu te bareke ve teala: "Inne fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb, au alqa as-sam'a wa huwa shahid." Vërtet në këto gjëra që ne po a themi, ka përkujtim, ka këshill, ka mësime për ata që kanë zemrën, për ata që dëgjojnë dhe që janë të pranishëm me tërqenjen e tyre. Pra jo vetëm fizikisht, por janë me vëmendjen e tyre, janë me kujtesën e tyre, janë me zemrat e tyre, fjalën e Allahut te bareke ve teala e lexojnë ashtu siç duhet të lexuar. Fjala e Allahut duhet na shërbej që ne ta ndryshojmë jetën tonë, që ne ta përmirësojmë veten tonë. Për shembull, e lexojmë çdo ditë kapitullin Fatiha, Iyyaka na'budu, o Zot, ne ty të adhurojmë. Është mirë që sa herë ta lexojmë këtë, t'ia kujtojmë vetes sonë se a jemi prej atyre që vërtet e adhurojmë Allahun siç kërkon. Duhet marrim shkas nga ky ajet dhe ajetet e ngjashme që ta rishikojmë qëndrimin tonë, që ta rishikojmë adhurimin tonë, që madje siç kanë vepruar shumë dietarë, ta përtrim besimin tonë. Ta përtrim besimin tonë, nga se ndonjëherë mund të na përvidhen gjëra që janë të gabuara. Prandaj këto përkujtime na shërbejnë që ne edhe adhurimin të ndrejshim, por edhe para çdo gjëje besimin tonë ta kemi në raport me Allahun te bareke ve teala mirë.